Të nderuar kolegë, zonja Spahiu, të nderuar qytetarë shqiptar, jemi tashmë në javën e 5 të një kuvendi që nuk kuvendon, të një kuvendi që nuk funksionon si institucion i përfaqësimit, por si instrument i heshtjes. Heshtja është një nga brengat më të mëdha të historisë sonë bashkëkohore. Prej më shumë se një muaj, opozita nuk ka të drejtë fjale. Prej më shumë se një muaj, kryeministri, qeveria dhe mazhoranca nuk flasin as vetë nga frika ndaj të vërtetave. Nuk ka interpelanca, nuk ka debat, nuk ka pyetje, nuk ka përgjigje. Ka vetëm njoftime proceduriale, arrogancë, indiferencë dhe urdhra që zbatohen me kokën ulur. Çudi se si ndonjërit nuk i dhem qafa nga kukulja. Ky është jo vetëm një sulm ndaj opozitës, por megjithatë një dhunim i parlamentarizmit si shtyllë e demokracisë. Sepse, siç e ka thënë Robert Schuman, një prej themeluesve të Europës moderne, demokracia nuk mund të ekzistojë pa respekt për të vërtetën, pa respekt për vetë njeriu. Dhe pikërisht kjo po na mungon, respekti për të vërtetën dhe respekti për qytetarin shqiptar që përfaqësohet proceduriale, arrogancë, indiferencë dhe urdhra që zbatohen me kokën ulur. Çudi se si ndonjërit nuk i dhem qafa nga kukulja. Ky është jo vetëm një sulm ndaj opozitës, por megjithatë një